Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me vaj ulliri që zhduk rrudhat në fytyrë për gjithmonë, ja si ta përgatisni. Përveç vlerave shëndetësore dhe shumë të rëndësishme për shëndetin, vaji i ullirit konsiderohet si një eliksir për fytyrën. Ky lëng i artë është përdorur për bukurinë që në kohërat e lashta, qytetërimet e atëhershme besonin se vaji i ullirit e mban lëkurën tuaj të bukur, të butë, të ushqyer dhe njëkohësisht të pastër. Ndërkohë, ekspertët e mjekësisë moderne kanë zbuluar se vlerat e vajit të ullirit i atribohen pasurisë së antioksidantëve. Vajin e ullirit ju mund ta përdorni për pastrimin e lëkurës së fytyrës nga papastërtitë, sepse ai është tërësisht efikas më shumë se produktet kozmetike të pastrimit. Ai gjithashtu nuk bllokon poret dhe është i përshtatshëm për të gjitha llojet e lëkurave. Vajin e ullirit ju mundet që ta përzjeni me pak lëng të freskët limoni ose me ujë dhe ta vendosni në fytyrë nëpërmjet pambukut. Vaji i ullirit është më i preferuari nga njerëzit me një lëkurë të ndjeshme dhe ata alergjik ndaj produkteve kozmetike. Vaji i ullirit kundër akneve. Vaji i ullirit është antibakterial nga natyra dhe përpasojë rekomandohet kundër akneve. Për më tepër, ai lufton inflamacionin dhe largon gjithashtu skuqen përreth puçrave. Vaji i ullirit për ushqyerjen e lëkurës. Ju mund të përzjeni vajin e ullirit me lëng trëndafili ose vaj esencial të livandos dhe të lyeni fytyrën. Në këtë mënyrë do të keni një lëkurë të ushqyer, por vaji gjithashtu do t'ju ndihmojë të luftoni edhe problemet si për shembull ekzema. Maskë me vaj ulliri. Vajin e ullirit mund ta përdorni edhe për përgatitjen e maskave të ndryshme. Ekspertët e rekomandojnë përzierjen e gjysmëluge gjelle me vaj ulliri, të verdhën e vezës dhe gjithashtu një lugë gjelle me miell. Këtë maskë ju mundet që ta mbani në lëkurën tuaj për të paktën 20 minuta dhe do të vëreni se lëkura juaj do të jetë më e ushqyer. Kundër rrudhave, vaji i ullirit përmirëson elasticitetin e lëkurës dhe gjithashtu rrjedhimisht lufton rrudhat, sidomos ato tek pjesa e syve. Këtë pjesë ju mundet që ta lyeni me vaj ulliri në mëngjes, por edhe në mbrëmje çdo ditë për të parë përmirësimin në paraqitjen e jashtme. Kjo maskë shërben për të pastruar fytyrën nga papastërtitë, për të qetësuar dhe për të ushqyer lëkurën e saj. Përbërësit janë 1 lugë çaj sheqer, këshillohet sheqeri kafë dhe 2 lugë çaj vaj ulliri, 2 deri në 3 pika lëng limoni dhe gjysmëluge çaj mjalt. Përgatitja: i përzijmë që të gjithë përbërësit bashkë derisa të gjithë elementët të bashkohen, por sheqeri nuk duhet të tretet plotësisht. Para se ne të vendosim maskën në fytyrë, duhet që ta lajmë fytyrën me ujë të ngrohtë në mënyrë që të hapen poret dhe ta bëjmë këtë për 3 deri në 4 minuta. Më pas, vendosim maskën në fytyrë dhe me ndihmën e majave të gishtave, ne duhet që të masazhojmë pjesë të ndryshme të fytyrës. Këshillohet që të tregohet kujdes në zonat delikate të saj, si për shembull pjesa e syve, zona rreth hundës, zona rreth buzëve dhe mollzat. Pas masazhimit e lëmë fytyrën të qetësohet për rreth 10 minuta dhe më pas duhet ta shpëlajmë me ujë të vakët të bollshëm. Këtë maskë ju mundet që ta aplikoni të paktën 2 herë në javë. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i fuqishëm për të stimuluar dobësimin.
Këto dy përbërës natyral ndihmojnë trupin tuaj të nxjerrë të gjithë toksinat tuaja nëse konsumoni një gotë në ditë. Mirë po përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo, mund ta përdorni dhe për trajtime të jashtme. Limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe për trajtimin e problemeve të ndryshme të lëkurës. Vaji i ullirit është i mbushur me antioksidantë si vitamina A dhe E, ndihmon në pastrimin dhe në rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, dielli, tymi i cigareve apo gjithashtu edhe faktorë të tjerë të jashtëm. Gjithashtu, vaji i ullirit funksionon si një zbutës natyral duke i lënë poret tuaja të pastra dhe njëkohësisht mban larg krijimin e akneve. Është i këshillueshëm për fytyra delikate dhe do t'i jap fytyrës tuaj një ndjenjë pastërtie dhe butësie të mrekullueshme. Ndërkohë, lëngu i limonit është një ilaç natyral i cili ndihmon në mbylljen e shenjave që shkaktojnë aknet. Ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht më e ndriçuar për shkak se limoni do t'ju sigurojë një pastrim të thellë të saj. Përzierja e këtyre dy përbërësve do t'ju jap efektin që ju dëshironi. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me vaj ulliri, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Kombinojeni dy përbërësit në një enë të vogël dhe më pas trazojeni mirë. Aplikojeni atë në fytyrë të pastër dhe në qafë duke shmangur zonën poshtë syve. Lëreni të veprojë për të paktën 25 minuta. Gjatë kësaj kohe duhet të siguroheni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, lajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe thajini me kujdes me një peshqir të butë. Më pas, aplikojeni kremin tuaj të përditshëm hidratues. Ndërkohë, mund të përdorni maskën e cila do t'ju nevojitet: një filxhan kafe e bluar, një gotë sheqer, 3 lugë vaj ulliri, 2 lugë gjelle mjaltë. Si ta përgatisni? Përzijeni të gjithë këta element në një enë dhe sigurohuni që maska juaj të mos jetë shumë e trashë. Cilësia duhet të jetë mjaft e lehtë për të përhapur në fytyrë. Aplikoni një shtresë të maskës në të gjithë fytyrën tuaj dhe në qafë. Ndërsa veproni kështu, shfrytëzoni rastin të masazhoni lëkurën. Lëreni derisa të thahet dhe më pas shpëlajini atë me ujë të ngrohtë. Mbajini enën të mbyllur fort në frigorifer në mënyrë që mund të aplikoni maskën një herë në javë. Pastrimi i buzëve. Buzët janë kontribuesi më i madh për një buzëqeshje të bukur dhe kjo është arsyeja pse është e nevojshme të mbani buzët tuaja të hidratuara dhe të shëndetshme. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë kafeje dhe 2 lugë vaj ulliri, ose mund të përdorni edhe ndonjë vaj tjetër që ju preferoni. Përzijeni të dy përbërësit në një filxhan ose në një tasë derisa të kombinohen. Ju duhet të merrni një pastë të fortë. Aplikojeni më pas pastruesi në buzët tuaja dhe përdorni gishtin tuaj për ta masazhuar butësisht. Përdoreni për të paktën 3 herë në javë. Shpëlajini me ujë dhe më pas aplikoni balsamin hidratues të preferuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.